Albina Kelmendi, mirë se erdhe në Djela Vlen. Faleminderit për ftesën, Vlera, për mu është knatësi me qenë sonte në emisionin e juaj, edhe u emocionova shumë gjithë këtë materiale pas ne pregadit për mu. Një përmbledhje e prita pak ma të shkurt, po kur e pash gjithë këtë materiale dhe kthehesh i kujton gjithë këto vite punë, me të vërtet kanë qenë vite të mrekullueshme brenda këtyre viteve dhe sfidat të ndryshme, por me të vërtet knatësi e madhe dhe faleminderit shumë për materialin. Është e pa mundur nga njëherë dëgjona me u thonë me fjalë, në intervista, është gjithçka përmblidhe ndoshta me një material më mirë dhe ne kishim frikën se mos nuk po të prezantojmë si duhet. Faleminderit shumë. Edhe unë jam ai personi që asnjëherë nuk arri me fol shumë përmes fjalëve. Qashtu, kështu që më mirë me dokumentu në këtë mënyrë. E përmend edhe vetë që është një rrugë e gjatë, ka nisur që nga viti 2014, edhe sigurisht që ka pasur ngritjet, zbritjet që kisha pas qef në pak minuta me i diskutu bashkë personalisht edhe me ty. Jo që ndoshta nuk i dim njerëzit, po nga njëherë momenti i dur, koha e dur, thuhen disa gjana më ndryshe. Por publiku e sheh gjithmonë anën pozitive dhe nuk i sheh atë mundin që bëhet mbrapa kamerave edhe ato sfidat që ne si artisti kalojmë. Sigurisht që nuk është për me u anku, sepse kemi zgjedhur një profesion që nuk është i thjesht vetë paraqitja para kamerave, të bën me pas stres, ngarkesë si psiqike, emocionale dhe fizike, por jam mundu gjithmonë me qenë vetja për me arrit me transmetu atë që unë e kam darë gjithmonë para publikut. Si kanë qenë fillimet e para, i pam disa sekuenca, do më thonë performanca në audicione të ndryshme të cilat i ke kaluar me shumë sukses. A i ke nisur me zhgënjim, apo... Jo, absolut. Ndoshta që kam qenë shumë e re, kam fillu në moshën 14-15 vjeçare, kur unë e mora rrugën për një talent show, edhe kam shku me një mosbesim ndaj vetës, pasionin edhe atë dëshiren, ëndrrën, gjithmonë që e ka ekzistu brenda meje për me qenë këngëtare, është shpërbly me një mënyrë shumë të mirë qysh në start për mu, sepse shkova me një talent show, brenda një stafi shumë profesional, edhe e kom arrit ato që as nuk e kisha mendu që munde me arrit në fillim, sepse kur e kam pa The Voice-in nga ekrani, gjithmonë kom thonë, a muj mi a dal one, edhe nuk është se i kom njoft shumë forcat e mija edhe talentin tem për muzikë, përveç familjes që kanë besu gjithmonë tek one dhe kanë qenë mbështetje shumë e madhe për mu gjithmonë edhe vazhdojnë edhe sot me qenë. Por unë si Albin nuk e kom pasat besimin që e fitova gjatë 3 muajve në The Voice, edhe më është shpërbly me një mënyrë shumë të mirë dhe sfidat kanë fillu direkt pas The Voice-it. Kur mësosh me punu me një orkestër profesionale dhe kthehesh në Kosovë me një vend ku nuk mbahen shumë koncerte, ku nuk ka shumë festivale pothuajse heq, edhe detyrohesh me fillu me një gitarë me një lokal të vogël të Prishtinës. Prej zeros, prap. Jo rastësisht, unë nuk e thash zhgënjim, sepse artistët e mdhenj gjithmonë presin gjithmonë shumë ma shumë nga vetja. Edhe ti si e re që nga fillimi, që nga koha e adoleshencës, e ke treguar që je një artiste e madhe, edhe artistët e mdhej gjithmonë presin më shumë nga vetja, e thash se mos rastisht je zhgënjyer që ke qenë e dyta. Edhe që të bën pak nga njerë me pikpyetje. Në atë ko, për me tregu të vërtetën, në atë ko sigurisht që e kam ndje një zhgënjim, sepse dashurinë e publikut edhe mbështetjen e kam ndje jashtëzakonisht shumë, edhe nuk është kjo për me u diskutu, por sot kur e mendoj, pra ndaj artistëve të ri ju them, mos luftoni për vendin e parë, sepse vendi i parë nuk diskutohet. Unë e vendit dytja kom po hajrin The Voice, sepse nëse kisha fitu vendin e parë, nuk është që kisha qenë në vazhdim temë e diskutueshme. Pikrisht që dola në vendin e dytë, u diskutova edhe vazhdoj që ajo dashni e publikut duke mbështet gjithmonë si sot e kësaj dite. E vërtet, këtu do ashta me dalë që me dhonë një mesazh për ata të cilët nuk janë gjithmonë të parët, sepse herdo kur do,
puna, koha e tregon. Gjithmonë ju them që nuk është mirë me luftu për pozit. Publiku është ai që na e përcakton suksesin, publiku është ai për cilin ne punojmë, sigurisht edhe për veten, sepse nëse nuk e dën këtë profesion, nuk mundesh me qenë këngëtare me zër. Publiku është ai që na ngrit, publiku është ai që na ul. Kështu që unë gjithmonë e kom pas në mbështetjen e publikut edhe për atë publik jam mundu gjithmonë me sjell diçka të mirë, mos me i zhgënjy edhe sa më shumë që shkojnë vitet, aq më shumë rritet përgjegjësia për me sjell një projekt para publikut. Kjo tregon edhe modestin, thjeshtësinë që e ke edhe të bën me punu shumë më shumë. E përmend edhe vetë që kur je kthy në Kosovë, ku pothuajse nuk ka festivale, nuk ka organizime të mëdha, të cilat të krijojnë edhe të formojnë si artist. Si ka qenë ajo periudha që përmende me nisë me një kitare këtu? Ka qenë e vështirë për mua dhe për familjen, sepse isha në shkollë të mesme, edhe u ktheva nga gjitha ajo eksperiencë, nga gjitha ajo që e kisha përjetu, rikthehesh prapë në shkollë dhe fillon prej zeros publiku të njeh ndryshe, nuk më isha më me shku në shkollë si njeri i thjeshtë gjatë rrugës më kanë dalë njerëzit me më komplimentu, me kërku foto e gjëra tjera dhe prej brenda 3 muajve mu më ka ndryshu jeta, por kam arrit me menagju me një mënyrë të mirë, gjithmonë duke ecë me këmbë në tokë, edhe fillimi ka qenë i vështirë për faktin se gjithkohës kemi mendu me familjen çka me bë tash. Kam shku direkt në studio me kërku këngë, 3 për mu, ishte me njëherë pjesëmarrja në Top Fest, prap me një jo sukses të madhë, do thoja, thjesht mos me indalë aktivitetet e mia në festivale, edhe fillova me familje me punu, pastaj erdha në studime në Prishtinë. Ka qenë periudhë komplet e vështirë? Nuk u mora me këndim një kohë gjatë derisa fillun me telefonu, që po doj me të pas me një mbrëmje kështu. Studimet për çka ishin, Albin? Studimet në degën instrumental në klarinet në Universitetin e Prishtinës. Isha duke i ndjek në atë kohë. Pastaj pas ke provu edhe ato ndjenjat e studentës, taman. Po, sigurisht, edhe ka qenë pak e vështira ajo periudha, kur fillova vitin e dytë, son fillova me u angazhu shumë me muzik live, edhe për çdo natë kam bë muzik live me babin edhe me vllaun, edhe ishte e vështirë ajo koha e studimeve, edhe të njëjtën kohë me bë muzik deri në orët e vënshme, deri në mëngjes, me thonë ma mirë, edhe i lash studimet e në gjysë. Nuk ka problem, ka njëherë... Jo, duhet me i vazhdu. Zbën me marë mësim të keq. Nuk është zbon as njëherë. Ajo që kam ka rënë sy është gjithmonë, Albin, se ke dhënë mesazh në këngë. Secili tekst është shumë i menduar. Edhe si klasifikon, si arrin deri tek përfundimi i një këngë, sepse mesazhet janë shumë të fuqishme në këngët e tua. Po, fiks projekti i parë ka qenë me një mesazh shumë të rëndësishëm, me titullin Ëndrrën mos ma merr, një këngë rock, edhe pikrisht kjo për rinin, që mos me i dëshpëru, por me punu shteti për të ardhmen e Kosovës, edhe kjo ka qenë një prej këngëve të mia të para, pas pjesëmarrjes time në Top Fest me videoklip, edhe ka pas një mesazh shumë të rëndësishëm që nuk është se dalloj dikush, thjesht një publik i vogël që më kanë mbështet gjithmonë edhe vazhdojnë. Për krahasit e përhershëm. Po, për krahasit që i kom pas nga fillimi, që janë mësuar me më dëgju me këngë rock, edhe kjo ka qenë një prej këngëve që vazhdon me mbet e veçantë për mu, Ëndrrën mos ma merr, pikrisht edhe për këngën që është bë për mesazhin që e ka pas, edhe ndër vite jam mundu me i zgjedh projektet, mos me dal gjithmonë nga vetja, por live ma ka vështirësu pak për faktin që mundohem mja plotësu dëshirën publikut, edhe jam rrit me këngë të vjetra, me këngë qytetare, folklor.
popullore edhe sigurisht që unë ato i di edhe kjo pak e ka bot vështirë me u fut une me një treg me thonë komercial jo, sepse unë komercial asnjëherë nuk kam pas synim, por me gjetë vetën të kongët e mija. Derisa erdhi koha edhe unë i përpunova disa materiale, disa kongët vjetra në verzionin tënë. Verzionin tempo. Perfekt. Këto këngët pastaj në fund fare vitin e kaluar pate edhe albumin tënë, që ishte shumë i suksesshëm, bashkëpunim me Armendin edhe me Aidën, këngë se cila pas tjetrës me mesazh. Tekstet, sa përzihesh në tekste? I shkruan edhe vetë ka ndonjë këngë që tekste nuk shkruj vetë. Mundohem sigurisht me jep atë mendimin tem edhe di kur është mirë ose kur është keq për mu, se sigurisht mas pari du të me ndjone vetën mirë, para se mja sjell publikut. Albumi mi par Rrugë me Nota e ka fix këtë mesazhin Rrugë me Nota për 10 vite me 10 këngë, me tregu rrugtimin tim që qka dhe që kam ba ka qenë muzik edhe jo mundu me jep maksimumin në mënyrën tem edhe krejt kjo sigurisht mendimin e babit. Sepse ai ka qenë gjithmonë brapa meje, në për studio, e gjithandej ku dhe që unë e kom pas angazhem. Këngët e albumit kanë fillu me u punu 2 vite ma herët, 2 vite para se me u lancu albumi, për u shty mas 2 viteve, sepse ndodhi fitoria në festival, për facimin e Eurovision, edhe këngët mbetën pak në studio. Përveç Armendit Aidës, është Enis Mullaj që nga kënga duje Eurovisionit punoj vazhdimisht me të në studio dhe kemi arrit me sjell këngë shumë të mira për mu dhe bashkëpunëtore tjerë të albumit me këngën e parë Ftyra jam që dhe ajo e ka një mesazh ma shumë personal do thoja, është teksti i Big Bastës, një këngë tjetër nga Elinel me tekstin Elinel, dhe në përgjithësi janë Armend Regjibagiçi, Aida Baraku dhe gjitha orkestrimet edhe disa këngë të punuara nga Enis Mullaj. Edhe nuk kisha me thonë që se albumet nuk është se ecen normalisht shumë, por kjo është një vull, një shenjë karrierën time në 10 vjetorin e karrierës time e kom bo për publikun që më kam bështet gjithmonë edhe ata që qka dhe që Albina publikon e dëgjojnë. Në fakt e përmende Eurovisionin edhe këngën Duje, që ka qenë një sukses shumë i madh, do ashta me kalu një farë formë Eurovisionin, se gjitha intervistat kanë qenë për Eurovisionin, e njerëzit lodhen nga njerë duke dhonë shpjegime. Temat e njëjta. Temat e njëjta. Ka qenë një performancë e jashtëzakonshme me familjen, dhe ajo që ka rënë si përveç vokalit që është pa koment, nuk është që marrë vesh shumë, po nuk ka nevoj me marrë vesh ma thellësisht për një publik dhe për talentin që e ke. Ka rënë sy shumë mesazhe që e ke dhënë edhe ajo dëshira për me dhënë si mesazh me qenë njerëzit sa ma familjar edhe me qenë afër me familjen. Atë ka bërë kjo Albin me vrej që familjet shqiptare po shpërndohen pak, sepse ne si tradicional jemi tipa që familjen e kemi pasur në një edhe i mbajmë kontaktet, ndërsa sot, si kur po fillon jo shpejt, por një farë zbeje po vrehet. Qëllimi jonë ka qenë për shumë vite me pas një këngë të tillë, për me marë pjesë në festivalin e këngës për përfaqësimin e Shqipërisë dhe deshi Zoti që atë vetë me u realizu, sepse në fillim unë nuk është se ka marrë seriozisht, se kom thonë është vështirë me nxjerrë një këngë për gjithë familjen tonë, edhe pikrisht fakti edhe prezenca jonë e familjes me një skenë e tregon atë mesazhin që ne kemi dashur me përçu, por një pjesë e publikut e kanë keq kuptu këtë mesazh. Ne kemi dashur me tregu atë që theve ti, atë lidhjen familjare që ne e kemi ma të mirën, vlerat e familjes, edhe atë traditën tonë ma të mirë të mikpritjes, sepse kush dhe që vjen të shqiptartë, qka i mahnit është mikpritja, është familja. është mikpritja, është familja, lidhja dhe kontakti që kemi me familjarë. Unë e kuptoj që
ka familje të ndryshme, nga ata që e mbajnë afer vetëm rrethin e ngosht, nga ata që i njofin edhe ata kushërinjt ma të largët. Ne kemi dashur me përçu këtë mesazh që familja është gjithçka për neve dhe mi tregu botës që na jemi shqiptar edhe ne kemi këtë traditë që mundohemi me rujt dhe kohët e fundit, jo për vitet e fundit, fatkeqësisht po ndodhin shumë raste të ndryshme që neve edhe si njerëz normal sigurisht që na mërzisin për dy fjalë. Prishet familja, prishet rrethi, prishet shoqënia, jo vetëm familja. Absolut nuk ka qenë mesazhi të bëj me çiftin bashkëshortor në këtë rast, sepse kam thënë edhe në për intervista tjera, bashkëshortin dhe bashkëshorten e zgjedhim, ndërsa familjen nuk mundemi me zgjedh. Çfarë do familje që kemi duhet me qenë mbështetje për njëri tjetrin. Edhe ne si familje kemi kalu sfida të ndryshme. Ne jemi 6 antar të familjes, prindrit edhe 4 fëmijë. Mos të foli për familjen e gjerë se jemi shumë familja e madhe, me agj, me halla, me daj, me kushërinj. Që i mbani kontaktet. Mundohemi me i mbajt kontaktet edhe pse jeta është bërë shumë dinamike edhe nuk po na lejon shpesh herë me i pas ato kontaktet që i kemi. Në këtë rast ne si familje, sepse merremi me muzikë gjatë kohës të verës kur vinë bashkëdhetarët, ne jemi të angazhuar edhe na merr malli pse nuk kemi kohë si viteve ma heret me shku me nejt, me halla, me agj, me kushërinj, me fëmijë tyre, edhe vetë jeta është bërë dinamike dhe na largon me një farë mënyre, por gjithmonë jemi mundu me rujt qatë kontakt. Dhe ne si familje kemi mendime të ndryshme. Por kur ka qenë puna për diçka gjithmonë kemi qenë mbështetje e njëri tjetrit. Ne jemi rrit me ato këshillat nga prindrit, nga gjyshja, që vëlla edhe motër nuk të bëhet askush në këtë jetë. As si baba dhe si nana nuk është askush në këtë jetë, nuk ka bab të keqe, as bab të keq ose nan të keqe, por familja është e shenjtë edhe duhet me rujt. Shoqënia ndrohet, nuk mundesh me ditë çka ndodh nesër pas nesër. Sot për interesa personal jemi në gjendje me tradhtu shumë lehtë. Kështu që kjo ka qenë mesazhi jon, tradita edhe vlera e familjes. Në fakt, ata që kanë dashur me kuptu, Albin e kanë kuptu me kohë. Edhe ata që nuk duhin me kuptu, nuk është ndoshta problemi jot për me arsyetu ata. Jo, unë jam mundu me tregu kur e kam pas mundësinë se nuk i detyrohem askujt me jep sqarim, sepse jemi figura publike dhe gjithmonë kime u keq kuptu. Kjo ka qenë me një farë forme nga disa edhe komentues, ka qenë një mas shumë e vogël që kanë komentu edhe që kanë dasht me mu ka pak edhe tek jeta personale, thjesht me u mundu, doshta me dëmtu i marrë që s'mundet askush me arrit. Jo, e vërtet, sepse veprat vitet flasin vetë dhe nuk ka nevoj askush me një los jetën personale qoftë tëndën ose dikuj tjetër. Po, por flasë gjithmonë për ata njerës që kanë kohë me komentu, se një njeri i zgjut edhe një njeri i knaqën me arritjet e veta asnjëherë nuk futet me komentu, me jep negativitet dikujt, sepse ne jemi njerëz edhe mundemi me bë gabime pa dijeni, por mbi të gjitha kemi nevojë shumë për pozitivitet, sidomos me ngjarjet e fundit që ndodhin. Krejt që ka na duhet është pozitiviteti dhe dashnia. Po krejt këto ngjarjet e fundit, Albin, një farë forme që shohem, sepse e di që je një njeri i thjesht për cjell gjitha gjanat, ngjarjet që ndodhin. Na imponohet edhe përderisa kemi rrjetet sociale i shohim. I shohim edhe kjo ka të bëjë me familjen prap. Do me thënë, nëse nuk kemi edukat familjare, problemet shoqërore ndodhin shumë shpesh. Një djali jo edukuar mirë nga familja, pastaj ka pasoja në krijimin e familjes vetë, nuk mundet me arrit me kriju. Por këto, sigurisht që kjo është temë shumë e gjerë, është thjesht një kohë shumë e vështirë, sidomos për gjeneratat e reja, sepse ne ende sot po i shohim dëmet e pandemisë. Dhe ka pas një ndryshim shumë të madh si ekonomik, si për çdo biznes, si për çdo profesion, për çdo punë, dhe po ndodhin shumë raste, ndoshta edhe për faktin nga mos menaxhimi i mirë dhe nga mos mbështetja, ndoshta sepse paragjykohemi shumë
letë dhe jetojmë shumë për mendimet e të tjerve. Unë e thash edhe ma herët të pi kafe para se me hy në emision, kam qenë person shumë që jam mundu me qenë e mirë për gjithë, por e kam po që shëndeti është mbi të gjitha edhe duhet me jetu pak për vete, jo gjithmonë për tjertë. Është e vërtet, sepse kur je mirë për vete, je edhe për të tjerët. Po, sigurisht. Ki fuqin. Albin, kisha pas qef me ditë mendimin tënd si artiste të qenurit grua, sot në Kosovë. Si e sheh një grua në Kosovë? Mos ma qelke. Se pak është e prukja. Po, duke u nisur për shambull në përvojat e tua personale, qka t'ka bërë që t'jesh e fort? Nëse nisëm nga përvojat e mia personale, une jam shumë e fatë dhe shumë e lumtur me jetën tem, une mundohem jetën private me rujt paka shumë, edhe pse është e vështirë, nuk është se postoj shumë nga jeta ime private, se qëfar jetë e bëj, ose qëfar luksi kam, ose nuk kam se këto janë ato kalimtare, çdo njeri ka ullje dhe ngritje, por mundohem me ba një jetë normale, dhe jetojme në Kosovë, jemi popull i vogël, edhe nuk kemi nevoj me i tregu dikuj që unë jam kjo, se unë jam ajo se cili e ka punën e vetë. Por kjo tema e grave... Sa mundet me gjithë për shembull një grua për krahjen tënde si artiste, sepse ke kontribuar shumë në mesazhe, në këngë, ajo është kraja më e madhe. Gjithmonë them që gruaja e ka vendin e vetë, burri e ka vendin e vetë, e mu po më duket që kote fundit burrat jenë aty masakru. Sepse nuk janë të njëjtë të gjithë. Se cili unë e thash ma herët, ne mundemi me zgjedh bashorten ose bashorten. Nuk na detyron askush me jetu me dikë me zër, as jeta nuk shkon pa dashni. Unë e kom pas fat me pas një burr shumë mbështetës, edhe familjen e tij shumë mbështetëse ndaj meje, dhe kjo ka shumë rëndësi, por kjo fillon nga vetja. Nga vetja, e vërtet. Sepse nuk mundesh me pas as mbështetje nga familja e bashortit, as mbështetje nga familja jote nëse ti për vete nuk e di se çfarë don. Nuk e di se çfarë do, se nuk jem mbështetës për ata ose i mirë kuptueshëm. Se cili ka traditat e veta, zakonet e veta, çdo rrethini ka ato të vetat, edhe është mirë me u përshtat, qysh unë jam përshtat me familjen e bashortit, edhe ata janë përshtat me mua, dhe pse s'është që ka pas nevojë se kemi qellu për fatmirësi njëjtë. Por mendoj që duhet me qenë gjithmonë ky mirëkuptimi. Sot asnjë grua nuk ta ndalon bashorti me punu për karrierë të vet. Normal që ka. Po, nëjse për të kaluar, për të lënë këtë temë, më ndryshe sepse po kyqemi thuaj se... Normal që ka, për inshallah kalohen edhe ato. Kalohen, me mesazhet mira, që japin artistët tonë, duke kontribuar ne si shoqëri, të gjitha kalohen, qoftë në media, qoftë një artiste me një këngë, qoftë shkollimi, dhe më thonë, gjdo gjë rrjedh nga familja dhe se si rritemi. Albin, kisha pas qef pak me të pyet për albumin Kthehemi prap, Rrugë me nota, kanë qenë këngë shumë të mira dhe pritshmërit tua pas një kohë tash. Sa je kënaqur me albumin? Unë e thash ma herët që albumet nuk është se kanë tendencë shumë me ecë. Këngët e mia nuk është se ecin shumë me klikime dhe nuk është se i bëj për klikime. Janë këngë që edhe po i dëgjove pas disa vitesh, kanë me u dëgju. Nuk kam synu asnjëherë me sjell këngë se po vjen vera, ose pse po vjen dimri edhe shkon një balad ose para verës një këngë ritmike. Kur kom pas diçka të mirë, jam shku në studio, kam punu, qysh jam të punu edhe tash. Edhe albumi për mu është ai plotësimi im si artiste, fiks edhe për 10 vjetorin e karrierës, edhe dëshira për me lanë diçka të mirë, me pas këngë të mira, tekstet të mira, edhe mesazhe të qëllume. Kështu që albumi gjithmonë jeton, nuk është se unë e kom prit ku me ditë se çka, por jam e plotësume me mesazhet që i kom marrë edhe për promovimin që ja kom bë albumit,
me kolegë që më kanë ardhë, me artistë që më kanë ardhë dhe nga vendet ndryshme që më kanë respektu edhe më kanë vlerësu përderi sa kanë qenë prezent aty si gazetar, si meq familjar edhe kolegë që kanë ardhë të gjithë në promovimin e albumit tim, sepse jam mundu me bo edhe ato diçka që bëhet rallë në vendin tonë, kemi nevoj për promovime profesionale, për koncerte, qysh po bëhen tash edhe nga disa artistë që kanë knu shumë vite ma herët dhe për i kthehen, kështu që unë jam e knashme me rezultatin që ka e ko marrë nga albumi me një farë mënyre, pa dasht me detajeve. Hiteve këto, sepse asë njëherë nuk e dim kur mundet me qeni kongë shumë e suksesshme. Në fakt, edhe një farë forme detyra artistit është që ta pasuroj repertuarin edhe traditën tonë, kështu që nuk i dihet asë njëherë kongëve. Bashkëpunimet i përmende që je knaqur me bashkëpunimet që kemi artistë të tjerë, kemi parë kongën e fundit që ishte me Aurelia Gaqen, Motra Jem, një kongë shumë e bukur me një mesazh përsëri të fortë. Kisha pas qef përmes kësaj kongë një farë forme me ditë pak ka shumë edhe raportin tënd me kolegë të tjerë, bashkëpunimet që ti i bën, sa je hapun për të tjerët. Unë e kom... Në profesionit. Po, sigurisht. Unë e kom një kontakt shumë të mirë me gjithë kolegë, me gjithë artistët, sepse disa artistëve unë nuk ju them do të kolegë, përderi sa kanë 2 fish apo ma shumë vite para meje, sepse unë jam rrit me disa artistë dhe atyre nuk ju them do të kolegë. Dhe kam një vlerësim edhe një respekt që e marrë edhe nga ata ndaj meje, gjithmonë sepse unë i kam vlerësu dhe kontaktin me gjithë e kam shumë të mirë. Normalisht që bashkëpunimet, kur duam t'i bëjmë disa bashkëpunime, fillon prej ati bashkëpunimit. Janë shumë sene për me arrit një bashkëpunim. Jo, veç hajt pse dikush ka emër edhe po e bëjmë një kongë bashkë. Du të me shku pak zonat bashkë, me deri sa të bëhet një kongë e duhur për bashkëpunimin në fjalë, ndërsa bashkëpunimi i fundit me Aurelen është bashkëpunim që unë e kam dasht me vitet, sepse e kam vlerësu jashtëzakonisht si artiste dhe jam frymëzu nga Aurela, por e kam prit momentin që kur t'ja kërkoj bashkëpunimin, mos me më refuzu. Se normalisht që s'ka mujt në fillimet karierës me i kërku bashkëpunim Aurele, sepse Aurela ka vite që punon edhe e ka kriju një karierë të saj shumë gjatë edhe shumë të suksesshme, edhe kom prit momentin që unë me pas një bashkëpunim me Aurelen dhe kemi përzgjedh me punu me bashkëpunëtor që i kemi të përbashkë që unë e po punoj me ta vazhdimisht dhe ka dal një kongë shumë e mirë, shumë shpirtërore, sidomos edhe për Aurelen që e ndjen shumë andryshe se unë sepse ka motrën në Amerikë edhe krit mesazhi kësaj ka qenë që që shtash ma heret, si dashnia e motrës nuk ka. Por bën edhe për vllaun, nuk është se është veç për motrat, plus një motrë nga Shqipëria, një nga Kosova, konga e ka një kuptim shumë gjerë. Shumë e gjerë, është shumë e bukur, edhe një kongë që shpresoj të pritet edhe ma mirë. është mirë prit shumë mirë për ata, sidomos për ata që e ndjejnë. E vërtet. Raporti jot me motrat, s'ka koment. Jo, nuk ka koment. Kemi parë që poston shumë vajzën e motrës, një lidhje shumë të ngushtë me të, për dalim pak të postimet, e vogla që i bënë. Për kontrazivisht 2 herë e kom postu, se nuk dashnia që nga ka jep besa e parë, artisa, është e papërshkrueshme, sa që po mundohem shumë e rujt. është shtuar një antar tjetër në familjen e gjithë. është shtuar një antar tjetër në familje dhe për neve është bekimi ma i madh që ka ndodhë në familjen tonë dhe në kohën kur neve na është nevojit shumë. Edhe për neve është pika jo në dopt. Tash, ja ka po hojrin ajo me qenë sa e parë, edhe kom qef shumë e rujt, mos me postu shumë, se krejt telefonin e kom me fotot saj tash, edhe nuk moj 2 dit nëse nuk e shumë mërzit na shumë. Për artisten është thjesht dashnie papërshkrueshme. Nuk e di qysh është ndjenja e nanës, po
ndjenja e të qenurit teze... është pothuajse e ngjashme. Nuk e di, është thjesht e papërshkrueshme edhe për artistën, s'kam qef hiç shumë e diskutu se e kam gjithmonë zemër edhe për mu është dashnia më e madhe. Njerëzit nuk duan të diskutojnë për gjërat e çmueshme që i kanë, sepse gjithmonë kemi frikë se mos ndodhë diçka dhe nuk e di është e çuditshme. Unë asnjëherë nuk muj me fol për njerëzit që i du shumë, as për familje, as për asnjë person që unë e du me gjithë zemër e me shpirt, po edhe artisa nuk e di, ndjenja është e papërshkrueshme për ta dhe mundona shumë me shpresoj që ta përjetosh së shpejti edhe ndjenjen e nanës, edhe pse është herët, por është shumë e ngjashme, kështu që po e mbyllim me këtë pjesën e artistës, e di që nuk ki qef me diskutu shumë, për të dalur pak tek diaspora. Sepse jemi pothuajse në sezonin e verës, gjatë intervistës e kuptova që je këgja angazhume gjatë sinës së verës, diaspora të gjithë bashkëdhetarët vinë në Kosovë, po në anën tjetër nuk është se ju mungon, i viziton edhe gjatë dimrit jashtë me performanca të ndryshme. Çfarë do të thotë diaspora për ty edhe koncertet pastaj dalim te Verorja? Diaspora për mu është shërbeti i këtij vendi. Ma heret, nuk e di, isha me një dasëm para 2 muajve, edhe sigurisht dasmort kishin ardhë nga Italia për me mbaj dasmë në Kosovë, dhe mu nuk e di pse mbajt zemra mal kur i shoh shqiptar që jetojnë jashtë, që i ruajnë shumë këto tradita, se në fund dasma ka mbet që po na mbledh me u pa. Është tradicionale. Është tradicionale dhe shpresoj mos me humb asnjëherë, edhe e postova një fotografi me një shkrim për bashkëdhetarët, se unë i kam shumë për zemër. Dhe komente të ndryshme, nuk e di, ishin bot tem bashkëdhetarët fotografi tem. Edhe unë nuk e di se që është ndje njerëzit tjerë, po për mu janë pik e dopt të këtij vendi. Ata kanë kontribu shumë, e kanë lanë edhe vetën mbrapa për me bë pasuni në këtë vend, që shumë thjesht e kanë pas atje ku jetojnë me i kriju këto pasuni. Për mu janë pike dopt, sidomos që unë e knoj shumë kong gurbeti, kong patriotike, që ata i prek shumë. Edhe unë e menzi e pres verën, kur vinë bashkëdhetar me pas mbrëmje, ku musafiri kam bashkëdhetar, se me të vërtet e marrë një dashni shumë të veçantë prej tyre, edhe nëse dikush ka shti me qajt me një mbrëmje live, janë bashkëdhetarët. Sa e ndjeshme, Alvin, kështu, kur e përmendet të qarën? Inshallah, shkon kjo intervist fa. Jo. E kalova. E kalove, po. E kalova, por mundohem me mbajt shumë vetën se jam shumë e ndjeshme. Vitin e kaluar më ka ndodhur që s'ka mujt me mbajt vetën. Isha tu e këndu një kong gurbeti edhe i pash disa aty që fillun me qajt edhe ajo nuk është e mirë për pjesën artistike se une po fillova me qajt, nuk më i me ndalë vetën. Edhe e nisi për i me që dhe të populli. Nuk më i vesh mu emocionu edhe me ndalë vetën. Të thash, janë shumë të veçantë për mu dhe du të me qenë për se cilin prej neve, sepse normalisht që ata kanë zgjedhë me dalë me jetu jashtë, sot rinia po shkon duke me ndu që atje është ma mirë, dhe disa kthehen sepse e shojnë që atje du të me punu shumë, dhe nëse punojnë shumë atje mundën edhe në Kosovë me punu shumë, për me pas një jetë mirë, por disa i ka largu koha e luftës, i kanë largu rrethonat ekonomike, e shumë arsye tjera. Unë e nisem nga agja im i madh arsimi, që gjithë jetën ka jetu në Gjermani me shpresën për me u kthy një ditë në Kosovë, sot punon si profesor në Universitetin e Pejes në Agjizik, por jeton në Gjermani gjithmonë me atë ëndrrën për me u kthy në Kosovë. Por tash janë rritë fëmija, i kanë fillu punën atje, edhe është kriju jeta atje, por po jeton në Gjermani edhe po punon në Kosovë. Po, mes Gjermanisë edhe Kosovës, që shumica e bashkëdhetarëve e bëjnë këtë gjë, mundohen me investu në Kosovë e me jetu andej, që është e vështirë, por gjithsesi nuk i dihet asnjëherë jetës. E rëndësishme është që të qajmë për arritje, për diçka të bukur, sepse njeri nuk emocionohet vetëm për të këqijat, por edhe për të mirat që i ka.
Vera do t'jetë, a i ke të përfunduara të gjitha strategjitë e Verës, si shkon plani, si e menaxhon këtë pjesë? Po, shumë mirë është, nuk është se marrë shumë data me qenë shumë ngarkume, për arsye që edhe ne si femra kemi nevojë ma shumë për përkujdesje, na merr kohë, pregaditja për me shku me një dasëm, ditën nuk marrë data asnjëherë, veç për arsye që unë me shku e relaksume, e pushume, në qatë dasëm që e kom kontraktu, se për mu dasma është e shenjtë edhe ajo familje që na afton e vlerëson performancën. E vlerësoj shumë sepse ata e kanë ëndër dasëm, janë gjendje me bërë gjithë shka për dasëm edhe mundohem me jep maksimumin çdo dasëm. E sigurisht që ka edhe nga ato që shpesh herë nuk kaloj mirë, pa do njën vetë, është e pamundur, por ka këngëtar mjaftueshëm, edhe shqyqër që se cili kemi punë mjaftueshëm. Kjo është çështje shihesh pastaj, kush bën dasma se çfarë orientimi don edhe është e mira që ka në numër të madh. Për atë që i duhet ma shumë për dasëm. Personalisht, ti sa ke kohë për vetën për pushimet e tua, për të relaksuar pak para dhe pas kësaj ngarkese të madhe? Dhe cili është vendi që ty të pushon më shumë zemra? Vitin e kaluar s'kom pas mundësi me bë pushim heq, edhe krejt viti pak ka shku lodhshëm për arsye që gjithkohës të punu. Mundona me organizu se tash edhe bashorti i ka bizneset e veta, edhe shpesh herë kur unë jam e lirë, nuk ke mundësi me qenë me të. Në zonë edhe mundohemi me gjetë disa ditë përbashkë këta, që para sezonës unë të pakten me bo një pushim 5 ditë, se një javë është shumë. 5 ditë për mu janë të mjaftueshme para sezonës edhe mba sezonës me shku. Sigurisht edhe rrethanat edhe angazhimet varet se qysh janë, por është e nevojshme, jo pse është luks, por është e nevojshme me pas një pushim të mirë, sidomos para sezonës. Edhe nuk është që zgjedhje shumë. Jam shku edhe në përvende ku diskutohen e janë shumë të famshme. Nuk është se mu ka dogë diçka sot, për mu është prioritet vish me gjithë një vend të qetë me pushu. Mjafton Ulqini edhe rëra Ulqini. Isholla këtë vetë me shku të kalzova, se si jam shku asë njëherë. Jo, s'ka me të. Vish kur kam qenë fëmi, babi, mami që më kanë qunë Ulqin. Do më thënë, në vendin tonë, më shumë preferon Shqiprin, apo pjesën e Ulqinit, apo kudo qoftë afer? Po të fundit në Shqipëri, po për arsye të kohës, që është ma afer, edhe për arsye që gjej komoditet dikon unë pëlqen dikon, edhe deri sa të shfrytëzoj maksimalisht nuk e ndroj. Bëna këto pyetje për shkak që tash është sezona e verës. Mja u jatë ma i mendim, jo tash reklamës për bojna. Jo, tamam puna. Albin, për fund kisha pas qef me të pyet paka shumë për sa po ke lancu një këngë, po gjithmonë është diçka në gjysë, është diçka që mendohet për më bo, a do të ketë edhe diçka verës për nga Albina? E kom fillu edhe një projekt, nëse moj me arrit para verës me sjell, po është fillu me atë mendimin tu po, du të me po qysh po më rrinë kënga, qysh po del si përfundim për me dit edhe apo arri me sjell edhe një projekt para verës. Për ndryshe, kam për qëllim disa bashkëpunime, të cilat veç kam fillu me punu, por asë njëherë nuk kam qef me fol me emra, pa u përfundu projekti, se mundet moment fundit mës me u përshtat diçka dhe mu anullu aj bashkëpunim mësaj projekt, por po mundohem me sjell këngë sa ma shumë, jo gjithë kohës, nuk është se njën prej atyre këngëtareve që sjeli shumë këngë, sepse vetë vitin e kaluar albumim ka marrë shumë kohë, shumë energji dhe të këngëve dhe të klipe, edhe pas albumit bashkëpunimi me Aurelen, kështu që nuk du me tepru, sepse dhe hargjome edhe ne si këngëtar. Ta shofim nëse moj me arrit edhe një projekt ri para verës. E vërtet, qëllimet janë të mira, kështu që tu pa të bosë. Sigurisht. Albina, ishte vërtet kënaqësi shumë e veçantë që të pata sot në studio. Nuk është se na ka ra me bo intervistë bashk. Në farë forma unë nuk i qua intervista, i quaj bashk bisedime. Po, asune nuk është që ndjeva vetën shumë një intervist. Jo, sepse intervistat janë një farë forme si kur marjen pytje, si kur nuk e di që shumë perceptojmë. Po, kur
moderatori janë këtë rast është spontane, edhe futet në emision pas skenar pa kur gjë, normalisht që dhe muhabeti rrjedh shumë spontane dhe është interesuar të bisedojmë. Njerëzit na shohin duke bashkë biseduar për gjanat përditshme, gjana që edhe të tjerët janë njerëz se ne edhe i përjetojnë. Unë të dëshiroj pushime të mbara, ku do qofshin ato, qofshin edhe në Ulqen, edhe në Shqipëri, edhe në vendet të famshme, sepse vërtet të duhet, sepse vera është kogja e ngjeshur. Po, sigurisht, faleminderit edhe juve për ftesën, për mu ishte kënaqësi shumë e madhe me qenë sonte pjesë e emisionit juaj. Do e mbyllim me një këngë, është mëkat, nëse kemi Albinën këtu dhe nuk e shijojmë zonin e saj. Kështu që do t'jetë skena për ty me bendin ATV-s dhe e vlerësoj shumë ardhjen tënde dhe performancën. Faleminderit.